që u vra me armë zjarri është e sigurt, por me cilën nuk dihet. Ndonë se kolegët e rështerit Muhamet Lika, kur i arrestuan 6 të dyshuar për planifikimin e ekzekutimit të tij, edhe konfiskuan një armë më 21 prill 2025. Por ajo që ishte një zyrtari policor, djali të cilit është i prangosur, doli të mos jetë përdorur në këtë vrasje. Anise vetë drejtori i policisë Gazmend Hoxha pati deklaruar që u konfiskua për të vërtetuar nëse krimi u krye me të. Nga prokuroria e Ferizajt konfirmuan që arma është sekuestruar për çështje sigurie dhe nuk është përdorur në këtë rast. Andaj, as inspektorati policor konfirmoi që nuk e hetoi policin. Por mungesa e armës me të cilën u vra polici me 1 prill në hyrje të banesës së tij në Kaçanik, pothuhet se nuk është hiç mirë për prokurorinë. Do duhej insistuar gjitha institucionet që merren me këtë proces, që të vazhdojnë kërkimin e mjetit kryerës, e jo të mbeten me kaq, mjafton kaq kem punuar dhe po tjetë edhe një lloj kushëzimi i gjykatës. Dështimi që të zbulohet ku mbeti ajo do të ketë pasoja tash edhe në procesin gjyqësor. Është prej provave materiale që e përcakton ndoshta edhe këtë procesin dhe procedurën penale. Andaj nuk do duhej institucionet të dorëzoheshin. Megjithatë, gëzhojat që janë gjetur në vendngjarje janë ekzaminuar e raporti është pjesë e aktakuzës. Ku rezulton se këto 4 gëzhojat e kalibrit 9x19 mm përputhen mes vete, çka do thotë se janë gjuajtur nga një armë kalibrit e njëjtë 9x19 mm. Krahasimet mikroskopike janë bërë në mes të 3 plumbave dhe një xhakete metalike, pjesë e fishekëve të kalibrit 9x19 mm. Në bazë të krahasimeve mikroskopike rezulton se 3 plumba dhe një xhaketë metalike të kalibrit 9x19 mm përputhen në mes vete, çka do thotë se janë gjuajtur nga një armë e kalibrit të tillë. Për krejt çka shkruhet në këtë aktakuzë, asnjë nga të akuzuarit nuk e ka pranuar fajin në seancën fillestare të 12 shkurtit.